Mirëmëngjes të gjithëve miq të dashur dhe mirë se erdhët. Ritakohemi sot pak më vonë se sa zakonisht për shkak të zhvillimeve të Departamentit të Informacionit, por ne jemi ritakuar përsëri në këtë ditë të fundit të muajit korrik, në këtë ditë të fundit të javës dhe në këtë ditë të fundit të sezonit. Kati, si të kam? Mirë, e dashur. Si fund, domethënë fundjave, si fund sezoni, si fund. Dhe neve do të jemi gati këtu të dashur Anvisa, dhe pse pak me vonesë, por sigurisht që i vurëm ca gjëra përpara me qëllim që të arrim kohën për të përgatitur. Si fund sezoni sot, ne menduam që të bëjmë edhe këtë tavën e kosit Elbasanit faktikisht, por do ta sjellun në mënyrën time. Sigurisht që ajo ka një sekret nga gjyshe dhe nënat Elbasani Lije, të cilat është traditë e tyre, si do që tjetë, ato e din më së miri, por edhe në mënyrën se si unë do ta sjell, mendoj se do të jem në hapat e tyre. Okej. Atëherë, për të përgatitur, radhë të parë unë kam mish qëngji, të cilin e kam vendosur fillimisht në furrë e poqa, dhe siç e shikoni e kam nxjerr këtu që ta paraprija dhe ta bëja gati. Do të filloj do të kem gjalp, 2 lugë gjalp, 1 lugë miell, unë nuk hedh shumë miell faktikisht, do të hedh 2 lugë oriz. Disa thonë bëhet me oriz, disa thonë që nuk bëhet, por unë mendoj se bëhet. Edhe e di që bëhet edhe me oriz. Kështu që do të filloj fillimisht, me që e kam vënë tenxherën të më nxehet, do të hedh gjalpin, 1 lugë gjalp, 1 lugë miell. Edhe do të kem lëngun, që do ta kem nga pjekja e mishit, edhe njëkohësisht do të kem edhe pak lëng tjetër gati. Do të shtojmë edhe mielin, e do të tregoj pastaj edhe më mbrapa edhe recetën. Pra 1 lugë miell të supës është mjaftueshëm. I bëjmë një kavërdisje, nuk e di nëse përpara bëhej kjo, domethënë kavërdisja me këtë gjalpin edhe me miellin, zakonisht e hidhin edhe bashkë, domethënë përzilnin vezët, kosin dhe këto, por që është mirë një hap i tillë, me qëllim që edhe mielli dhe gjalpi aromatizohen më shumë, edhe bëhet akoma edhe më e mirë, do me thënë, kjo krema, se një lloj kreme do të bëhet. Tani, sa kjo të më bëhet gati, me qëllim thash që di nxitojmë gjërat. Në mënyrë tradicionale bëhet në këto enët e baltës, por sigurisht që bëhet edhe në këto më modernet. Pa, më të bukurat. Por shihen e vërtet edhe ato. Orizin e duam që ta kemi 5 minuta të zier dhe të kulluar. Dhe orizin e hedhim në fund, do me thënë, të tavës, me to vendosim racionet, edhe mbas së racioneve të mishit, do të hedhim edhe salsën e përgatitur. Okej. Ja këto janë, sa të bëj pak këtu. E kemi nisur me një recet tradicionale, e cila pa diskutim është një recet, edhe në verë shkon shumë, se është e freskët. Po, e freskët, e letë, e thënë ndryshe, e letë, se ka kosim. Si recet. Bëjmë një këtu, do me thënë. Prandaj vendoset orizi në fund, që mos të ngelen kokrizat sipër. Hop. U shkëputën. Ska që, kjo do thotë që është gatuar mirë. I kam hequr ande nga furara, Mila, se më duhet ky lëngu që del nga pjekja e mishit. Po, që është shumë i shishëm. Shumë i shishëm ky. Do t'ja lë edhe një kësaj këtu. Edhe do të marrim këtë lëngu, që ja ta marr me këtë pecet. Do ta kulloj tek mielli. Okej. Që të bëj një salcë bechamel. Prandaj thash që unë do ta bëj pak si më ndryshe. Ta kulloj, thash. Po, e the pra. I thash flet vetes Katerina, ta kulloj, thash Katerina. Edhe prandaj dhe bëhet kjo, sepse shikoj, kam parë që zonjat, nxjerrin këto papastërtit që në momentin që gatuhet pastaj brenda, ajo nuk ka atë, si thua, estetikën e mirë brenda, kështu që është mirë që të hiqet kjo, dhe ndërkohë këtu kam edhe pak lëng tjetër, që të më duhet. Për të shtuar pak edhe sasinë. Ashtu, 1 filxhan më duhet mua. 1 lugë miell, 1 filxhan dhe 1 lugë gjalp. Tani, është mjaftueshëm. Në kohën që ne gatuajmë, do zbulojmë dhe çfarë do bëjmë tjetër sot, se duke qenë se jemi pak më vonë në transmetim, atë kohën e kemi të kufizuar. Pra deri në orën 10 ne duhet i kemi përfunduar të gjitha. Do bëjmë një tortë akullore. Është shumë e thjeshtë për të përgatitur. Mjafton të kemi përbërësit edhe sopa pse na fiket. E të kemi një sopë që s'na fiket. Dhe të kemi një anil këtu që në ndezë sopën. Ashtu zemër. Ndizë edhe njëherë sot se... Ndezim pa, zdo ka. Nuk do mi që gjithë këtë sot. Po di unë qëta.
Si duket kanë marrë mësysh nga fustani bukur. Hami, ha. Të shkoka shumë, ngjyrë bukur, ngjyra jote. Ja që unë dez. Mirë, kur të jetë momenti, ndërkohë që trazojmë, po, e di pse, sepse unë dua që kjo të filloj dhe të përfundoj. Që do të thotë, kremi më është të bërë gati. Ndërkohë, unë këtu, 2 kokra vezë do të hedhë për masat. Jo thjesht vezë, por vezët Ovital, më të mirat, më të shishmet, më të sigurtat, më të shëndetshmet, gjënden në kutit e vezëve Ovital, të cilat i gjenë në paketime 8, 10 dhe 15 kokra, i gjenë në formatin e bardhë dhe atë të kuq, veza Ovital është cilësi në 4 Ja, ti shikojnë në visat, Anila? Fantastike janë. Ashtu, përndaj i hapim, i kalojmë nga një tas në tjetrin, i shtojmë bikos dhe e verë dhe e vezës nuk shpërbëhet, dhe kjo është tregues cilësia. Të përdorim piper të bardhë, është me mirë, do me thënë se sa i ziu, edhe të hedhim edhe pak krip këtu, sepse krip kam hedhur dhe brënda. Nuk ka nevoj, do me thënë që ti përzim në enë më vete. Unë i përzije të gjitha tani vezët kosin këtu, edhe këtë kosin duke nxirë nga temperatura e zjarit, do me thënë atë kremin, e hedhë kosin këshu, do me thënë jo një herësh, në mënyrë graduale, duke trazuar me qëllim që kosi të mos pritet. E kuptaj. Ose mundet të në visat, për shumë të bëjnë edhe të kundërtën, ato që e kanë, mendojnë se mos nuk do të arrin, do me thënë qëllimin që mos pritet, e rëndësishme është njerë të dali këtu nga vatra e zjarit, pasi e kemi për zjerë, dhe e edhim në mënyrë, do me thënë, graduale. Ja kështu, nga pak, sa të ajo të lidhet me kremin që ne pregatitëm. Edhe ky krem pastaj do të hidhet në për tavat edhe do të vendoset në furrë. Fillimisht duhet ajo, me thënë që tjetë sa më nga darë, sa fillon që regulon temperaturën, pastaj s'ka nevoj, sepse gjatë momenti që hidhet ajo, bëhet, nuk rrezikojmë të na pritet, do me thënë. Jo. Okej. Në thonë unë gati, disho mendoj tani, pas kam bërë gjithë jetën ty me tavë në kosit gabim. Shiko, kjo është mënyra ime, Anila, nuk ka gabim. Nuk ka gabim. Jo, do me thënë nuk e kam skuqur mielin, si me thënë. Nëse ti të ka dalë rezultati mirë... I mirë më delë, po doja të provoj këtë tavën të ndësot, dhe të bëjmë dalimin nga ajo që unë gatuaj dhe nga ajo që me një aromë të mirë, kjo është dalimi. Sepse gjithmonë mieli dhe gjalpi kur skuqen... E pra këtë nuk kam bërë unë, këtë veprimin e të skuqurit. Pra le themi mielin, na kam shtuar duke holluar pak a pak në kostin, po direkt në tavë. Shiko, ka që e vendosin edhe kështu, po s'ka nevoj tani ajo... Do kaloj në një herë në... Me një herë në kështu, po nga që japim pak... është shumë e rëndësishme tani që fura t'jetë e ndezur. Pa. Pak një, si thua, ja s'ka nevoj, ajo nuk pritet më tani. Në momentin që bëhet ky veprim, nuk pritet. Kosi. Ma dje, thash për mielin që merë një shije shumë të mirë. I hedhim këtu, dhe tek njëra edhe tek tjetra, mbushim këtë para. Edhe do të hedhim dhe të sopë sa gjalpi si për. Po, e do, në fakt, është e vërteta. Në shion shumë. Gjalpi është aji që e ha këtë. Edhe ne e ham. Kemi të shpreje ne, e ha syri, e ha gjalpi. Po, se ham ne. Jo. Ne vetëm e gatuajmë. Mirë, mbushim tavat, ne dhe pas të lezojmë pak recetat. Do hedhim, po, dhe të sopzat e gjalpit me qëllim që unë t'i vendos në furrë, Anila. Pa. Edhe vazhdojmë me punët e tjera që kemi në sot. Që unë shoh, ta gjysëm punë është gati, që Kati ka bërë, ta qiqra... Kemi ca gjëra gati në fakt. Të karamelizuara, kështu më të quajmë? Do i ua shpjegojmë po të karamelizuara, ja? Nëse të mira janë këto, janë në ftorë, mund të marrë një unë? Po. Nëse arrita shkëpus. Ka malë se i prish formën. Për qaj ke, për dekore ke këtë? Shiko, ato pasi karamelizohen, mund të t'i kalojnë në një blender dhe i kalojnë brënda në akullore. Edhe sigurisht ato karamelet lartë për dekor. Këto mund hajnë dhe kështu? Po sigurisht, Manila. Jo, po mendoja kështë për fëmijat. Po, shumë të mira janë. Unë dhe marë se zdo një hemora. Tani, të dashuran visa si që kemi, i vendosim në furrë. Furra është ndezur më përpara në një temperaturë në 180-200 gradë dhe do t'i lëni për 25 minuta. Do t'i shikojmë, s'ka nevoj për më tepër. Do i qemë të dyja? Po, të dyja. Ta sjellun tjetrën? Po, zemër. Kam pak duart me sheqer, po ja po e kap me pecet.
Merë edhe këtë. Faleminderit. Të lutem. I shojmë receta tani. Shpejt e shpejt të fitojmë kohën e duhur që na duhet për të parë edhe përbërësi, sepse e dim shumë mirë që ju doni të shikoni në recetë, është kjo mënyra për të mbajtur shënim, apo për të bërë një foto me telefonin tuaj ekranit. Tafkosi me mishqengjë, na duhet 1 kg mishqengjë, 1 kg kos, 2-3 vezë, 1 lugë gjelle miell, na duhet 2 lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle oriz, 1 filxhan çaj lëng mishi, krip piper i zi. Torta akullore. Çfarë na duhet për ta përgatitur? Një pako biskota të mbushura ose të thjeshta, na duhet 100 gram gjalp, na duhet 250 ml pana për ëmbëlsira, edhe iku. Kemi servirjen këtu, okej. Qëndrojmë edhe pak, ju lutem. 250 ml pana për ëmbëlsira, 1 kuti qumësht i kondensuar, 400 gramsh, 1 kuti qumësht i avulluar. Qa është kjo, Kati? Jo, i kondensuar është qumshi ai për fëmijë. Po ky tjetri? Njëri është i kondensuar, shkonila. Nuk e di si përdorni këtu në vendin tonë. Ne këtu në Shqipëri. Ashtu, ky është qumësht i kondensuar për fëmijë. Ky është i ëmbël. Qumshi trash. Po. E pra ishte një me Eva aty, që ishte një ke shprar greqishti aty. Shiko, dëgjoj, edhe këtu në tregje, prandaj kam shkruar se edhe këtu njihet edhe në tregje. Pra është ai qumshi për fëmijë, prandaj kam thënë unë. Eva Pore. Okej, Eva Pore. Por nuk ka rëndësi të themi emrin, emërtimin, por do t'i shikojmë edhe tani që pra kemi dy variante. Panda që e përdorim neve dikur. Mirë, okej. Kështu që prandaj. Edhe vanilja ishte në fund të recetës. Okej, bukuri. Atëherë, çfarë do bëjmë tani? Tani, me njëherë do të hedha të gjalpin të shkret, do nxjerr këtë... Janko e kemi përsëri, sepse e hoqëm pak recetën për të shpjeguar 2 kutizat e qumshtit, dhe për servirje, torta akullore do të vi me fruta të karamelizuara, me çokoladë të shkrirë, sipas dëshirës fruta të freskëta, arra ose lajthi të grira. Dhe kështu, kemi përgatitur një ëmbëlsirë të thjeshtë, të freskët, verore, të shishme, me fruta, për ta patur aty edhe gjatë këtyre ditëve të nxehta në fakt, se ka qenë goxha vamp edhe ndjekatja dhe sot më ç'duket mëngjesi ka nisur i nxehtë, ndaj kemi nevojë të freskohemi her pas here dhe të gatuajmë në shtëpi, të përgatisim pra edhe ëmbëlsira të freskëta si torta akullore. Shumë e thjesht për ta përgatitur. Rëndësi ka që të keni përbërësit. Është panë që duhet ta kemi të e shikoni se sa e kam nxjerrë nga frigoriferi. Pra, fillimisht përzihet pana me... Çfarë si kam? Fillimisht vendoset priza, që na lëviz gjithmonë. Duhet ta afrosh më andej, kam përshtypjen të pasin. Opa, s'ka gjë. E mendoj që sot Kati ti nuk e vën as për parse. The sot si emision i fundit i sezonit, por i kështu pak më sport. Më sport. Po të lë pana, mos vësh për parse? Bravo. Prandaj sot, në kuzhinë mbani për parse. Patjetër. Fillimisht të bëjmë rrahjet të lehta, dhe pastaj bëjmë ato rrahjet e shpejta. Edhe këtu të lutem tani Anila, mund të më afrosh të 2 llojet e qumshtrave. Do të t'i hap? Po. Shpresoj mos e bëj gabim. E dija që do ta... Jo, mirë, okej. E para me sukses. Gjithmonë i hap kequn këto. S'ka gjë. Atëherë sa fillon tani që të filloj që të lidhet. Me rregull, mos ki merak se do ta gjejmë anën. Gjysmën e sasisë do ta hedhim këtu, gjysmën do ta hedhim te biskotat. Po fillimisht na duhet që të kthejmë këtë në krem. Okej. Gjalpi ushqris na duhet më. Ta fikim dhe sobën se na ndikon për keq. Ndihes tani për punën e kësaj, por na duhet. Hedhim fillimisht panda, gjysmën e sasisë tam, se gjysma do na duhet aty. Po. Hedhim edhe qumshin,
Ky është qumshi që thamë, qumë është për fëmijë. Dhe i përdorim edhe në kuzhinë gjërësisht këtë, edhe në pasticcio, edhe në gatime të ndryshme, do me thënë që përgatisim. Edhe në gatime të kripura, do me thënë. Po. Me thënë, ky është një krem, që nuk ka nevojë që të bëhet, do me thënë, të kthehet shumë në marenë, sepse ky do të vendoset pastaj në ngrirje, kështu që do të kemi atje atë kthimin tjetër të duhet punuar shumë, me thënë të drejtën, neve do të lëmë tani për momentin, se kemi edhe atë kohë, do me thënë të kthehet në një marengë. Sa të vendosim të bëjmë edhe këto biskotat këtu, le t'i hedhim këtu të gjalpi, janë biskotat të mbushura, mund të përdornim biskotat, do me thënë që t'i jenë në këshu, në këtë trajtë, me thënë, me mbushje, ose biskotat të zakonshme, mbajmë dy, do me thënë, për në fund fare. Ose bëni copë zakë shumë mirë është i thermoni, sepse kjo do t'jetë edhe baza që do t'jetë në stresën e fundit të formës. Të tortës akullore. Tani, për këtë, neve do të mirë ishte të kishim një letër kuzhine, ose të vendosnim në një në brënda, sepse... Që ta shkëpusim pa e prishur formën. Po, sepse edhe ndërkohë Anila, ajo, kur do të hedhim atë kremi është pak i lëngshëm, dhe kështu që jo, më duhet të marrë një formë tjetër që ta vendosim, se nuk realizohet. Në rregull. Të jo, s'ka gjë. Po rrime nga shërët në duar. Të më nga leksi sepse... Atëre, biskotat e mbushura, i thërmojmë mbi gjalpin e shkrirë. Sepse, ja, edhe kështu do vendoset, shikon tani. Po, ta shojmë. Kështu një tavë dhe formën brënda saj. Bravo. Nëse nuk ashtu për letër kuzhine, që mundet, do më thënë që ta rrethojmë me të. Por është më e sigur, kështu e vendosim dhe pastaj e nxjerrim nga frigoriferi, lëm 15 minuta ashtu si që e kam bërë dhe unë se duja të regoj më vonë, e lëm 15 minuta në temperaturë të ambientit dhe ajo shkëputet dhe e nxirrni e servini pastaj në një pjatancë që duket edhe bukur. Po, pa tjetër. Si të vendosen, tortat dhe ëmbëlsirat. Ashtu, tani këtë. I trazojmë. I trazojmë dhe mundohemi, do me thënë që edhe t'i shtypim pak, mos t'i jenë në copëzat të mdhaja, sepse mbi to do të hedhim edhe kremin. Tani, edhe këtë kremin tjetër, e hedhim dhe këtu për të... Pra pjesën e shumë që të kondësuar që ruajtëm në kuti, do t'ja bashkojmë biskotave dhe gjalpit. Pra kjo është baza e tortës akullore. Kremi që pregatitëm në tasin tjetër do t'jetë aji që do të ketë shien edhe pamjen e akullores, dhe i quet tortë akullore. Pastaj dekorin, shien, mund t'ja shtoni vetë, me fruta të thata, me reqelna të ndryshme në fund fare, e shikoni vetë, do me thënë se si. Ja ta heqim tani, ta hapim në fund. Kjo duhet ketë një shije shumë të mirë, se me gjinoni pa gjalpin e shkrirë, shumë e kondësuar dhe edhe biskotat e mbushura, varet. Vazhdon e folura në të njëjtën kohë. Tani, për punën e kësaj, e hedhim dhe e vendosim në frigorifer. Po. Qartë. Tani, këtu brënda, mundet të thërmojmë nga këto... Lajthi kam karamelizuar unë këtu. Lajthi ishe në ato kati, sa mirë. Lajthi. Në tash qiqera që parë instiktivisht më duke nga forma se... Edhe e provova, mandje. Le të hedhim ca, sepse që është e vërteta nuk e di si jemi me kohën, po... Kemi një sy dhe... Keq jemi me kohën, me thënë të drejtën. Keqë, ja. Do mbajmë ca që di kemi dhe për dekor, por ca duha që t'jetë brënda se nuk i hedhim kështu në kokrat të mdha, se të thyem dhëmbët. Kështu që ja, edhe ja hedhim brënda dhe ajo e jep shumë shije. Ku e kam këtu tani? E keqja është që na duhet të shmedhosemi këtu. Ja kështu. Këto i japin shumë shije tani.
Dhe këtë e vendosim në frigorifer, besoj do disa ora, po jo? Po, pa tjetër. Këtu s'ka nevoj që ta trazojmë her pas here, ajo do vendoset në frigorifer, dhe do kthehet vetë në një akullore. Do kthehet vetë në akullore, do ngri. Dhe ndërkohë, ne ta nxjerrim akulloren që kemi në... Do ta nxjerrim tani. Neve këtë, tani do ta vendosim në frigorifer në ngrirje. Të paktën 6 orë, edhe më shumë, sigurisht që që të jetë gati dhe të marrë ato trajtën formën, shien e një akulloreje të vërtet, të cilën Katerina e ka përgatitur, besoj identike, apo ke përdorur një mënyrë tjetër, do më thënë shie tjetër të akulloreje të nëzirë? Jo, një loj, do më thënë me këto loj përbërës. Okej. Mirë, do të shohim tani akulloren që ka marrë edhe formën e saj, pra ka qëndruar në frigorifer, tham 4-6 orë, sa më shumë aq më mirë. Ja se jo pengon pak kjo letra e kuzhinës, dhe pamja do të jetë e tillë. Sa bukur duket. Tani kemi gjëra të ndryshme që mund të ta dekorojmë. Do me thënë, mund të... Këtu kam një kështu nga frutat, që e kemi bërë edhe radhën e parë. Mund të bëjmë, do me thënë, të ndryshme, si ta doni juve. Mund të bëjmë me çokollatë. Po. Unë e mendova ta bëjmë me këto frutat që bëm radhën e parë. Ka edhe ngjyrën e këndshme kështu. Tani mund të vendosni nga këto karamelet format të ndryshme për shembull për t'i shtuar pak më shumë pamjen, bukurinë, po ato janë dhe të shishme. E ngrirë kjo tani. S'ka që shumë pak i duhet dhe ajo me njëherë fillon edhe zbutet në temperaturë të ambientit. E thash që do ta nxirrni, do me thënë. Kemë shënduar të Kati, sa bukur ka dalë. I doli si zoga, Nila. E kemi thënë që ky sheqeri i shkrirë janë lezetshëm për fëmijë. Krijon forma shumë të këndshme. Kam dhe ca kokra, ca fruta të thata, të ngrira, që t'i vëm dhe ato dy në cep. Dhe pastaj do më thuash nëse ja vlen të nxjerrim tavën nga furra, edhe pse ne duke qenë se e nisëm edhe gatimin dhe e pamundur të nisë të përfundoj brenda 20 minutash, por të paktën mënyrën se si gatuhet ne e shpjeguam të tavës kosit në mënyrën e Katerinës që të dalë ai rezultati i duhur i saj. Mënyrën se si përgatitet torta akullore gjithashtu e treguam, shumë e thjesht, baza kremi e saj, më pas qëndron në frigorifer dhe këtë dekorin që ne bëm tani mund ta bëni sipas dëshirës, preferencave dhe kushteve tuaja. Anila, kam përgatitur edhe një antipast si fund sezoni, me djathë të shkrirë me fiq. Mund t'i heqim këto neve tani si mund t'i shmangim që të... Të duhet kjo pjata? Jo, nuk më duhet. Ke për të shërbyer diçka? Dhe t'i vendosim në radhë të gjitha. Dhe pak e nga pak? Që të kemi mundësi do me thënë që edhe t'i përfundojmë. Atje, tek ajo mund të edhim frutat të thata, ara dhe mjalt. Ose, çfarë të keni nga frutat e thata, sigurisht që, por mjaltin e do sipër. Atëre këtu kam përdorur fiq të thatë dhe freskët, se është koha tani. Edhe shumë e bukur doli. Shumë e bukur. Antipastë që mund ta Kati, është momenti që ne të bëjmë të nxjerrim edhe kam dhe një me fruta Anila. Po, por se dhe kjo duhej bër. Këtu kemi fruta të stinës, pjepër, shalqi dhe këto, por kjo këtu do një tjetër gjë që do të thotë limon, mjalt, piper të kuq, dhe e thamë për lëngun e limonit, lëngun sipën është mirë që ta hedhni, neve tani nuk do ta hedhim, juve hidheni në shtëpi, krip, vaj, nuk ka rëndësi pse janë fruta, kemi thënë gjithmonë, pak vaj, edhe i spërkatim edhe këto, këtu edhe kështu gjese në energjik. Nxjerrim edhe këto. Marim nga baçja tani ca gjëra që ta bëjmë akoma edhe më të... Kjo baçja jam s'pas ka patur të mbaruar, o Kati. Po tek fu çdo ditë vin lulet. Anila, po e kujdese baçën s'mbaruar. Po e kujdese. Kati, a i disa shora? Ha, thot, 12 minuta.
Wow. Pa. Po pse s'do bëjmë përshëndetjet neve Anila? Po do t'i bëjmë për unë për të pres ty? Hajde. Në rregull. Atëherë ja këto ishin receta, do zgjerim etapën. Sa bukur që ngjaj, nuk e di sa i dallonin aty, po mua më pëlqen kështu. Shiko tani, kjo do ta vendosim këtu se kjo ishte kryesorja. Këtë kemi kryesorën neve që përgatitëm. Prit. Ha, Kati, ku do ta çosh Vitalin ton? Ja, këtu që ta kemi. Patjetër. Madje meqense kemi edhe meqense jemi në fund të sezonit dhe Kati na kujtoi pikërisht Vitalin, unë të doja dhe meqense jemi në kuzhinë, të falenderoja me gjithë zemër të gjithë suportuesit tanë, të gjithë sponsorat që na kanë mbështetur gjatë gjithë sezonit, që kanë qenë pjesë të shtëpisë tonë, që i kanë dhënë gatimeve tona shumë shije dhe siguri. Faleminderit nga zemra Vital, faleminderit nga zemra të gjithë të tjerëve që keni qenë mbështetësit tanë në recetat që kemi sjell çdo ditë për ju, duke i dhënë kështu ide konsumatorëve shqiptar se çfarë duhet të konsumojnë për të jetuar shëndetshëm e për të patur sa më shumë ide në familjet e tyre. Dhe ajo që ka qenë një ndër pikat e rëndësishme të kuzhinës tonë ka qenë pikërisht ekonomia familjare. Ne jemi përpjekur të jemi njësoj si ju, me një buxhet të kufizuar, të mos e teprojmë në gjërat që gatuajmë, sepse e dim që ndoshta ju i shikoni nga ekrani dhe mundësia nuk është e të gjithëve njësoj. Kështu që faleminderit të gjithë bashkëpunëtorëve të Vila 24 në këndin tonë të gatimit. Edhe Kati, faleminderit shumë edhe ty. Faleminderit e dashur, për duart e tua të arta, për durimin tënd, për përkushtimin tënd. Ishte kënaqësi Anila, domethënë ishte një sezon i bukur, madje sezoni i dytë ky. Turoj, si thua, pushime të gëzuara. Gjithashtu. Shëndet, mbarësi, gëzim dhe pushime të gëzuara. Gjithashtu. Atëherë më duhet të falenderoj publikun që kaq shumë, do me thënë, na ka dashur, brenda dhe jashtë atë dheut, zonjat me fjalët e tyre të mira që nuk kanë kursyer, do me thënë, për të dërguar falenderimet. Gjithashtu më duhet të falenderoj shumë edhe presidentin e News 24, zotin Irfan Hysen Belliu, drejtoreshën Durata Çipa, Çupi, ndjes. Kam pak si emocion si ditë e fundit. Që besua në punën time. Gjithashtu duhet të përshëndes dhe të falenderoj edhe stafin tim të mrekullueshëm, Anin, regjizorin që bën këto plane kaq të mira të bukura me gjithë kameramanët që kam këtu përballë. Gjithashtu meqense thash nga Ani, le të falenderoj edhe Nildën, Çenkuelën, Endrin që na nxjerr të zërin që edhe kur na dridhet Endri bën atë rregullimin e zërit, gjithashtu Mulin, kameramanin që kemi këtu përballë, Gjulion, Lanin, që i them ndonjëherë edhe Landi, po s'ka problem, edhe ndonjëherë që her pas here Anila na vin edhe djem të rinj, i falenderojmë edhe ata patjetër. Gjithashtu grimoret tona që na ndihmojnë që edhe na ndihmojnë me duart e tyre të arta, na bëjnë që neve të jemi dikush tjetër këtu në studio, Bejen edhe Denisën. I falenderoj shumë. Dhe zonjat të cilat kujdesin dhe mirëmbajnë vilën. I falenderoj duke uruar, do me thënë, shëndet, gëzim, mbarësi në familjet e tyre dhe pushime të gëzuara të gjithve. Faleminderit ty, Kati, për ditëshmërinë tënde. Nuk është e lehtë që në mëngjes të zgjohesh, të vraposh, të bësh gati kuzhinën, të mendosh recetat, të kujdesesh për përbërësit, të jesh para një publiku që të ndjek live mbi të gjitha, ku asgjë nuk të falet, po ne jemi përpjekur të jemi shumë ne, edhe të mos bëjmë gjëra të egzageruara, të jemi njësoj si para edhe pas kamerave, kështu që të falenderoj me zemër për gjithë përkushtimin tënd, të uroj pushime të mbara e të shplodhesh, sepse ka qenë realisht një sezon intensiv, ashtu sikurse çdo sezon tjetër që kemi kaluar në ekran. Është vërtet e dashur, duhet të them vetëm këtë që ta dinë edhe anvisë dhe publiku që Anila për stafin ton ka qenë, si mund ta them unë, qeshia mbi tort. Këtë e them, sepse ajo ka qenë, domethënë, si thua, frymëzimi, na jep energjinë pozitive, dashurinë, na bën të gjithë një grusht të vetëm për të realizuar dhe për të nxjerrë sa më mirë këtë emision. Hajde tani, faleminderit zemër. Bëjmë çik dorën kështu, bëjmë zemrën të dyja bashkë. Tjetrën. Ja, kështu. Kështu. Po ma bëjtë se kam përëzën një kështu. Ashtu, një zemër, ja unë dhe Kati për të gjithë publikun në Vila 24. Ju duam fort. Kati pushime të mbara. Faleminderit e dashur, kënaqësi. Shkojmë në publicitet.